Të nderuar shikues, mirë se takohemi në emisionin Mozaiku të fundit për vitin 2025. Përfshirja e lahutës shqiptare në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale të mbrojtur nga UNESCO është një krenari për mbar kombin shqiptar. Ky vlerësim u takon jo vetëm traditës, por edhe atyre që kanë ruajtur dhe përcjellur brez pas brezi këtë instrument. Përfshirja e lahutës shqiptare në listën e trashëgimisë kulturore jo materiale për mbrojtje nga UNESCO ka bërë krenar mbar shqiptarët. Një lajm i gëzueshëm është edhe për ata që kanë luajtur e kënduar me lahut, madje edhe punuar. Njëri nga ata është lahutari nga Malësia, Rok Prenkoçaj. Shpallja e lahutës shqiptare në listën e trashëgimisë jo materiale të UNESCO-s dëshmoi autoktonin e kësaj tradite mijavjeçare. Krahas studiosëve rol kyç kanë pasur edhe ata që trashëguan këtë instrument brez pas brezi. Rok Prenkoçaj nga Trieshi i Malësisë lahutën ka provuar ta luajë që në moshën 6 vjeçare si pjesë e jetës së përditshme dhe trashëgimisë familjare. Lajmi për pranimin në UNESCO e ka gëzuar atë. Lajmi i gëzueshëm për ata ka herë flitet, bile të vetë ka arë një doktor profesor prej Kosovës, Xhymer Neziria, me vitin 2012. A i ka punuar në postin e kreshnikëve. Ka marrë shumë një nëqizim kontë mijat të kreshnikëve, edhe tregime, janë ja 20-25 konge tregime, e Xhymeri ka punua shumë në të punë, jam i gëzuar dhe të pranojnë edhe botat dhe dinë se edhe shqiptarët i kanë ra las, janë ka të muzikës, e të besë, etnik pritjes. Rok Prenkoçaj, përveç se ka luajtur dhe kënduar me lahut, është marrë me punimin e këtij instrumenti. Ai veçon disa elementë që sipas tij e dallojnë lahutën shqiptare nga ato të kombësive tjera. Ka ndryshim të madh. Për shembull, lavda jon e ka është me krye dhlis. Edhe te malazes është krye te dhlis. Ky simbol është i lirë. Ky simbol ka kanë në vesh, në fanela, në ku po di vetë, ky simbol. Edhe ky është i lirë, këta gjarpët që janë të përdrellun, edhe ajo është i lirë. Çka me thënë tjetër? Ka ndryshime. Për shembull, kësa i thonë kubza e lavës. Kubza e ka pas formën e malsorëve, e ka pas formën e kubz. Kjo formë nuk është formë malsore. Kjo kubz është forma e lavës si i godisin malazest. Edhe është edhe i gjatë tjetër interesante, për shembull malsorët i bien me gishta kështu. Po. A malazest i bien kështu. Ndryshimi i tramit është te shkijet është kështu, te malsorët është kështu. Ai shpreh keqardhje për ndryshimet që ka pësuar emri lahutës, pasi të parët e kanë quajtur lavdë. Lavda tash përseja kanë hjek emnin lavd, e kanë vun lahut, nuk di e kanë godi ata që janë bela dhe më të meqim se që janë vetë, po mua më pagon ajo lavda nuk muj me u shkrua, se kanë hjek anë. Lese kanë hjek për lavd, po kanë hjek nuk mund me shkrua se emnin nana. Do të me shkrua nana, e nana malsor s'kan pa nana,
Toska e poshtë jugu e ka nena, po nana nuk mujnë me shkrua. Mujnë me folë, po me shkrua s'mujnë, po na duhet me shkrua nana. S'mujnë me shkrua emnin Dranja, s'mujnë me shkrua emnin Donsha. Do me tha shumë aty na i kanë gjekë, po mu tash s'mundi me e këthyë. Lahuta, së bashku me eposin e kreshnikëve dhe baladat e traditës veriore, ka shërbyer si mjeti transmetimit të virtyteve të trimërisë, qëndresës, besës, nderi dhe mikpritjes. Prenkoçaj përmend edhe rastin e fundit kur ajo përdor për rast mortor në vendindjen e tij. Lavda u përdor edhe në raste mortore. Kur ka dek një i njoftun, luftar, i urt, pleqnar katunit, i urt, lavdaxhia e ka marrë atë natë që janë ruajt, ai ka thurë dhe kontkën tyra lavës, ty e vajtua me lavë. E ja ka kallëzua meritat ati personit që janë ka i meritua. Mas mramit që janë përdor ajo punë, janë përdor bashën në fisin tem, kur një i fisit tem Mirk Ulaj kanë thanë, ja merë gjakun vlaut, edhe aty një i dacajve që janë dacaj, tash janë gjokaj, aj me lavd vjen i bjen lavës edhe vajton Mirkullin. Aj është maj mrami rast në Triesht që e kanë ditë vjetri. E për para aty të në vjetërsi o përdorë në raste mortore. Të njerëzit sigurisht që janë të merituam ose që e ka baj nam anë lufta. Edhe ka kontkat vjetrat, për shembull, edhe kur ka falë gjakun, edhe aso kontka shka, për shembull, nuk ka puna veç të malsor, veç me vraje, me marrë gjake, me aso, por edhe një ka falë gjakun burnisht, ja kanë këtua kontka. Për shumë vite, Rok Prenkoçaj ka qenë pjesë e shoqërisë kulturore Besa. Ai vlerëson lart rolin e këtyre shoqërive në ruajtjen e traditës dhe jep shembullin se si edhe një individ i vetëm mund të bëjë shumë kur punon me pasion. Shoqëritë kulturo-artistike të Malqisë, ato kanë kontribut të madh për ruajtjen e folklorit, atë të Lahutse, të Hyllit, të Qytelisë, të Vallës, tonë aty në gjana që i mërë pjesë ajo, është i gjanë e madhe se përpe pas i prinsë. Përpe pas prinsin, shoqënia kulturo-artistike nuk mundet përpa prinsë. Në sinë gjithë shka. Se për shembull, shoqënia kulturore-artistike Besa, ajo është edhe ma parë, por 60 vjetë janë, që i vete di si fëmi i klasës parë, 60 vjetë, kur tash do me përmet se njeri ka vlerat e veta, për shembull Stefan Ujkaj e kanë formua do tjerë, sa ajo ka i ri, ajo ka si fëmi në zanë shkollët, por a i ka ra fylli, a i qysh atër merë pjesë. Dal ka dal, a i e ka pajt besën gjallë, rreth tina asil, shoqënia kulturore-artistike Besa rreth ti, a e ka pajt gjallë, ka pajt, do me tha, i njeri si a i ura mbajtje, ose si traja mbajtje e ka pajt. Sipas tij, përparimi i shoqërisë kërkon përkrahje dhe largim nga inati e xhelozia. Ky është edhe mesazhi i tij. Si mesazh emja kryesore kite me ke, mos me pas xhelozi tek njerëzit, për shembull i njeri që i bjen ose ka këton kontkat e mira mja pas inat, po me përkrah. Unë për shembull i bje lavës, po ka që i bjen ma mirë se unë shumë, jo me tha a i zdin, po vete di sa aja maj mirë, do të me tha aja është maj mirë. Edhe bravo i kjo. Se ajo kisha me pa xhelozi, mos të ketë në kur një drejtim të folkloristat edhe të shoqënitë kulturë-artistike.
atë shkon përpara. Dosja përfundimtare e përgatitur nga studiuesi të Shqipërisë u dorëzua zyrtarisht në UNESCO në mars të vitit 2024, ndërsa më 9 dhjetor 2025 lahuta shqiptare u shpall pasuri e trashëgimisë kulturore jo materiale në listën e UNESCO-s.